Në Muzeun Historik të Shkodrës u prezantua ekspozita personale e pedagogës së pikturës Erëmira Jahja me titullin Motivi i qytetit tim, arti si urmë zbrezave dhe kohës. Për të pranishmit u ekspozuan 20 tablo, të cilat paraqesin Shkodrën në dimensione të ndryshme sociale dhe kulturore. Për mua u prit jashtëzakonisht mirë sepse punimet ishin gati dhe prishin të shikoheshin nga artdarësit. Përsëri, për të dytën herë, për të tretën herë, sepse arti vetëm atëherë merr jetë, vetëm kur shef ose shikohet nga sytë e artdarësve. Ka mesazhet e mikpritjes, ka mesazhet për të ruajtur traditën, ka mesazhet e këngës qytetare shkodrane për të mos u harruar, ka mesazhet të pafund se si bashkëjeton e reja me të vjetrën. Drejtuesja e muzeut e cilësoi këtë ekspozitë mjaft të rëndësishme, pasi ajo njeh të rinjt me vlerat dhe traditën e qytetit, duke shërbyer njëkohësisht si urlidhse mes brezash. Është një aktivitet i cili mendon që të sjell jo vetëm një motiv të qytetit, por edhe një parafri të kulturave, traditave, atë çfarë më mirë qytetin tonë e përfaqëson. Pra, një bashkim jo vetëm në mendësi, jo vetëm në kulturë, por edhe në traditë, edhe në atë çfarë ne përfaqësojmë si qytet, pse jo edhe si muzej qyteti. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për vizitorët në ditët në vijim, duke sjellë përmes artit një pasqyrim të vlerave, traditës dhe identitetit kulturor të qytetit të Shkodrës.